çka duhet bëjmë tutje, edhe çka duhet pas parasysh dhe asnjëherë të mos neglizhojmë. Gjitha këto do t'i diskutojmë me doktorin që e kemi në studio, specialistin mjekësisë familjare, doktor Rushit Ismaili. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kemi këtu, doktor. Çush po shkon puna në përgjithësi në qendrën kryesore të mjekësisë familjare? Përgjithësi mirë, përditshmëri, pacient zakonshëm, ndonjëherë dhe jo të zakonshëm, sfida të ndryshme. Janë njerëz cilët kanë halle dhe që kërkojnë të adresojnë këto. Në katër tyre janë edhe infeksionet, të cilat ne jemi mësuar tashmë to, herë më shumë, herë më pak. Mirë po, nuk janë gjendje shumë serioze ato. Pastaj, tash kemi për të biseduar dhe për temperaturat, për momentin nuk është edhe shumë temperaturë lartë, po pritet që të ketë temperaturat larta. Dhe se të thamë, gëzohemi që më në fund rritën temperaturat, sepse ato i kanë dobit e veta, ta zëmë patëm ditë të ftofta, hargjimet janë më të mdhaja kur janë ditë të ftofta, u detyruam që ta përdorëm edhe ngrosën. Edhe më në fund gëzohemi që u ngroh moti edhe doli dielli. Vërtet po duket se u ngroh për një herë, doktor, edhe në temperatura mjaft të larta. Edhe pse sot e kemi një ditë me shiu, e theksova edhe disa herë të tjera, po si do të qoftë është mirë që të kemi kujdes dhe të dimë çka kemi në fakt kujdes kur vinë edhe tash edhe këto ditët e tjera që karakterizohen me temperatura më të larta. Pa tjetër, sepse ne po kemi ndryshime, lohatjet të motit të temperaturave, herë po është shumë ngratë, herë po është goxha ftoft, edhe në këto kushte është pak më vështirë që trupi të adaptohet nga një temperaturë në tjetrën. Pastaj janë njerëz që edhe po shkojnë në pushime, kështu që në ndërkohë këto është ditë me shi, ata që janë në plazhe i ekspozohen në rrezeve të diellit dhe temperaturave të larta. Po ajo që do të them në fillim, Agnesa, është të flasim edhe për gjërat pozitive të diellit, jo patjetër të temperaturave të larta, po të rrezeve të diellit. Ne jemi në një vend që për fat kemi diell të mjaftueshëm, edhe këtë do të shfrytëzojmë në mënyrë pozitive. Në radhë të parë të zgjohemi në mëngjes. Është që të krijojmë shprehi të mira të jetës, të bijem herët në shtrat, të flem herët, edhe të zgjohemi herët për ata që nuk punojnë natën, sepse ka njerëz që edhe për shkak të zakoneve shkojnë shumë vonë në shtrat, flejnë shumë vonë, pastaj zgjohen vonë, edhe humbin nga energjia pozitive e ditës edhe rrezeve të mëngjesit, që janë shumë të dobishme për ndërtimin e vitaminës D, e cila ka rol qendror në ndërtimin e ishtrave dhe të imunitetit. Kështu që të zgjohemi në mëngjes, të dalim pak në diell, edhe të marrim vitaminë D. Doktor, ka rëndësi koha se kur dalim në diell për shkak apo është vetëm një met që nga kjo kohë e caktuar deri në këtë kohë merr më së shumti vitaminën D nga dielli, sepse marr parasysh me ndoshta edhe në bazë të bisedave që i bëjmë zakonisht me miq, me kolegë, me familjar, shumica e njerëzve kanë një vitaminë D të ulët. Jo vetëm për shkak që ekspozohen më pak, por ndoshta edhe pastaj edhe marrja e vitaminave dhe përmes ushqimet që do të besoj që këtu hynë edhe rutina që e kemi dhe jeta që e bëjmë. Njëra ndër to thash që disa njerëz shkojnë vonë për të fjetur edhe zgjohen vonë edhe i humbasin rrezet e diellit të mëngjesit. Tjetra është për të habitur që pacientët në Kosovë kanë mungesë të vitaminës D kur ka mjaftuar shumë diell. Kjo është për shkak se nuk ekspozohen në diell. Kurse ajo që thesë a ka rëndësi koha, është e rëndësishme që të shmangim mesin e ditës për shkak të efektit të rrezeve ultraviols. Në mëngjes ka më pak rreze ultraviols. Sa herë që delti në diell merr rrezet e diellit edhe merr vitaminë D, mirë po më së miri është të merret në mëngjes, sepse duhet një balans mes marrjes së rrezeve të diellit edhe mos djegjes së lëkurës. Djegja e lëkurës pastaj është faktor goxha i rrezikshëm për paraqitjen e kancerit në të ardhmen. Kështu që në qoftë se dalim më vonë në diell, duhet të përdorim ato pomadat, kremrat me faktorë mbrojtës. Kështu që nuk është met, është vërtet që do të shmangim rrezeve të diellit në mesin e ditës. Edhe është e rëndësishme mënyra, duhet ta kemi kokën në diell, ta kemi trupin, se edhe te kjo pjesa kemi dëgju. Çka në qoftë se këtu e merr vitaminën D më tepër kur i vendosim duart në diell, jo dikush tjetër thotë se duhet ta kemi kokën në diell në mënyrë që ta marrim vitaminën D. Ka rëndësi kjo apo nuk ka
rëndësi? Ka rëndësi edhe prezentime, edhe veshja, edhe ajo që thonë pacientët që onë po dalë mjaft në diell, edhe them që të diellë nuk e merë përmes fytyrës, as përmes kokës jo. Duhet një veshje pak më e lehtë, ekspozimi krave, ekspozimi kofshëve, domethënë duhet të dalësh me shorce edhe me veshje të hollë, që të ekspozosh krahët, edhe që të bësh ecje në natyrë. Në këtë mënyrë më së miri e merr rrezet e diellit. Duart, shoblakët e duarve edhe fytyra nuk janë të mjaftueshme për sintezën, për krijimin e vitaminës D. Kështu që veshja ka rëndësi, edhe koha e ditës ka rëndësi, edhe aktiviteti fizik që bën në atë kohë. Nuk është e mjaftueshme që të dalësh në qytet edhe të thuash se morë vitaminë D, po që të dalësh në natyrë. Të paktën fundjavat janë për shumë njerëz kohë kur ata po shohin, edhe mund t'i përdorin për rekreacion. E vërtet. Kush të ketë më tepër kujdes në ditë me temperatura të larta? Cilat janë kategoritë më të rrezikuara? Atëherë ne gjithë kemi nevojë që të dalim në diell, edhe të rinjt, edhe të moshuarit, edhe foshnjat, fëmijët e vegjël, mirë po kur i nxjerrim foshnjat, ato i vëmë kapele, i vëmë veshje të lehta me ngjyra të ndritshme, e marrim një çadër që të mos ekspozojmë direkt në rrezet të diellit, domethënë se mos foshnjat janë të ndjeshme ndaj rrezeve të diellit, edhe ndaj djegjeve që mund të shkaktojë. Mirë po ato kanë nevojë që të dalin në diell. Fëmijët e vegjël po ashtu, të moshuarit janë më të ndjeshëm, sidomos ata që kanë sëmundje kronike. Jo çdo i moshuar paraqet rrezik. Mirë po nëse ka hipertension, diabet, ka sëmundje kronike të mushkrive, ka probleme me frymarrje, atëherë mundësi që të dehidrohet, që të hup lëngjet janë më të mëdha dhe që të psoj pastaj nga temperaturat e larta. Edhe gratë shtatzëne duhet të kem pak kujdes. Unë me pas kujdes, a? Ato duhet të dalin në diell, ato duhet të merren me aktivitet fizik, sepse kjo i mundson që të forcojnë muskujt, sidomos muskujt e barkut, në mënyrë që pastaj lindjen që ta kenë më të lehtë, nëse s'kan planifikuar që të bëjnë prerje cesariane, që është goxha në modë kohëve të fundit. Mirë po më së mënyrë është lindja normale, edhe për këtë duhet që të merren me aktivitet fizik dhe të dalin në diell që të marrin sasi të mjaftueshme vitaminës D. Po ti ekspozohen kohës, se s'dija përmendëm kohën, ndoshta ora 10 deri në orën 4, jo që nuk do të dalin fare, po të mos qëndrojnë gjatë të ekspozuar në diell në këtë kohë të ditës. I marrim atëherë kategoritë një nga një. Për shembull, fëmijët janë ata që më së shumti tash gjatë kësaj kohe kanë dëshirë qoftë të bëjnë dalje në natyrë, të shkojnë në parqe të ndryshme, qoftë ndoshta edhe në oborre të shtëpive apo afër lagjes, edhe të luajnë me lojra të ndryshme. Si të kemi kujdes, si të ndalim ata dhe ti lëm tash në hije në shtëpi. Si t'ja bëjmë që të nxjerrim jashtë. Kjo është një britja tjetër, por që... Si fëmijë më kujtohet që ne kemi dalur edhe në përfusha, kemi luajtur lojra të ndryshme, tani fëmijët goxha po hezitojnë që të dalin sepse janë lidhur për lojrat elektronike, janë lidhur për telefonat, kështu që në qoftë se ata kërkojnë që të dalin, kjo është shumë pozitive. Natyrisht që duhet të ketë kufizime, që në mesin e diellit të mos lihet, sepse mund të pësojnë nga temperaturat larta dhe nga goditja e direkte e rrezeve të diellit në atë kohë. Mirë po, në qoftë se dalin në përparqe, në oborre, tani kryesisht kemi parqe të gjelbëruara ku edhe ka hije, kështu që të qëndrojnë në hije. Kjo këshill mund të jepet edhe të moshuarve që në qoftë se për ndonjë arsye kanë dalur në qytet, e qyteti më shumë ka nxehtësi edhe për shkak të asfaltit, për shkak të ndërtesave, për shkak të makinave që rrisin nxehtësinë, edhe ndjenjën që janë të turbulluar, kanë ndjenjën e vjelljes, kanë mundim, kanë djersitje, të ofrohen në një vend ku ka hije, ose në një kafeteri ku ka ajër të kondicionuar, pa dohan të shpresojmë. Mirë po ka vende parë që ku ka hije dhe të ulen, të marrën një shishe me ujë me vete, në qoftë se nuk kanë të ofrohen të këto kiosqet, burime të tjera, ose edhe të vlerë. Ka vende që kanë fontana me ujë, shpresojmë që në të ardhmen edhe Prishtina do të ketë më shumë burime të ujit,
duke që ka vende ku ka burime të ujtë, po të ketë më shumë që njerëzit të hidrohen. Sa është i rëndësishëm këto dhe hidratimi kur po flasim, edhe përmes ujit, langjëve të cilat ku e kene këtu edhe ekofrut që mund ta merrni pastaj edhe me vete, është e përshtatshme edhe forma e paketimit, por sa ka rëndësi pastaj edhe pjesa tjetër e ushqimit, që ndoshta mos ha me ushqime shumë të rënduara që mund ta rëndojnë në fakt stomakun edhe organizmin ton, po të kemi rëndësi dhe të fokusohemi tek pemët edhe perimet e sezonit. Të gjitha këto veç na mundsojnë që të jemi pak më të shëndetshëm, pak goxha më të shëndetshëm, edhe që të mbrohemi edhe nga temperaturat e larta, edhe nga dehidrimi, edhe nga infeksionet, sa më shëndetshëm që të jetojmë, aq më lehtë e kemi që të përballojmë gjithçka. Çka për shembull? Kështu që uji është shumë i rëndësishëm, jo lëngjët e gazuar, jo lëngjët me sheqer, po një shishe uji është mirë që ta marrësh me vete, edhe në qoftë se ke ndjenjen e etjes, edhe kur nuk ke ndjenjë të etjes, është mirë që të konsumosh sasi të mjaftueshme të ujit. 2-3 litra në ditë për një person të zakonshëm janë të mjaftueshme. Edhe këto hyjnë edhe qajrat pa sheqer ose supat, të cilat janë shumë të ushqyeshme. Ata që punojnë në ndërtim do të konsumojnë edhe sasi edhe më të mëdha të lëngjeve. E kam fjalën për lëngje pa sheqer, uji është zgjidhja. Kurse ushqimi do të jetë me bazë të perimeve, sasi sa të mjaftueshme të perimeve, e të lara me kujdes në ujë të freskët, të konsumon sasi mjaftueshme edhe të frutave, të shmangën ushqimet e shpejta, sidomos tash sepse në temperatura të larta kanë më shumë tendencë që të kontaminohen edhe që të prishen. Kështu që ne kemi raste kur vinë pacientë që kanë ngrënë diko ushqim jo të duhur edhe kanë vjellje, barkëqitje. E që janë si shenjat të helmimit pastaj me ushqim? Vjellja gjithmonë është shenjë e helmimit me ushqim, sidomos në qoftë se edhe pacienti thotë që ka hëngër një ushqim të caktuar, edhe pastaj ata kërkojnë që të marrin infuzione, mirë po mënyra më mirë është që të hidrohen, sepse në qoftë se ke marrë një ushqim jo të duhur, edhe në qoftë se ke vjellje, vetë organizmi të tregon që është diçka e padëshirueshme për ty. Vjellja është mekanizëm mbrojtës, kështu që e nxjerr atë që nuk duhet. Këtë çka duhet është të pish ujë, jo pastaj të marrësh infuzione. Mirë po mënyra më e mirë është që ta parandalosh. Ushqehu më mirë në shtëpi. Edhe sa e rëndësishme është se doktor shpesh kemi shprehja çka mbet edhe e ruajmë, qoftë për një ditë pas, qoftë për edhe për disa ditë më tepër. Verës sa duhet kemi kujdes edhe për këto. Po, mirë është të mos hudhet ushqimi, kështu që ajo që ka mbetur është ta konservojmë në kutija të veçanta, ta shkemi dhe të fusim në frigorifer. Mirë po, me raste mund t'i ushqejmë edhe kafshët, kështu që edhe bëjmë një gest human edhe mbajmë tazëm në këtë rast qenë të ushqyrë që edhe duhet edhe t'japim ujë në mënyrë që të jenë më pak agresiv edhe të jenë më shoqërueshëm me njerëz edhe që të mos i sulmojnë njerëzit, kështu që mundem edhe që ta konservojmë ushqimin, po edhe këtë ushqim, sidomos për ata njerëz që kanë sasi të mjaftueshëm ta ndajmë edhe me kafshët. Kur jemi tek personat të cilët përballen me sëmundje kronike dhe kur i përmendim sëmundjet kronike, kush janë këto më të rrezikuarit apo ata që duhet paktën të kenë kujdes fillimisht për veten? Zakonisht flasim për të moshuarit. Ka dhe të rinj që ndonjëherë kanë ndonjë diagnozë të sëmundjeve kronike. Edhe të rinj duhet të kenë kujdes sepse ata shpesh e neglizhojnë shëndetin e tyre dhe ndoshta nuk marrin sasi të mjaftueshme të lëngjeve. Mirë po, me kalimin e moshës njerëzit kanë edhe tendencë që të krijojnë probleme. Jo çdo i moshuar ka probleme kronike. Mirë po, kanë tendencë që të kenë hipertension, diabet dhe sëmundje të frymarrjes. Këto janë 3 problemet kryesore që kanë të moshuarit. Ata në qoftë se kanë ndonjë shenjë të marramendjes ose të turbullimit të vëmendjes, duhet që të kenë kujdes të shtuar. Në raste shumë të rënduara, tazëm kur ka ndonjë bashkëshoqërues, është mirë që të sjellën në qendrat e mjekësisë familjare, edhe ne i ofrojmë kujdese profesionale. Këto janë shenjat e para, simptomat e para me cilat fillon ndoshta ky mundimi prej temperaturave të larta? Po, patjetër, sidomos në qoftë se ata janë ekspozuar në diell në temperatura të larta, sepse
pastaj shenjat të tjera ndodhë që të kenë alivanosje, kështu që në qoftë se për një moment kanë problem të çrregullimit të vetëdijes, të kërkojnë ndihmë. Në radhë të parë të ulen në vende ku ka freskia dhe të konsumojnë sasi të lëngjeve, pastaj të kërkojnë edhe ndihmë tek qendrat e mjekësisë familjare. Po. Doktori, kemi disa pyetje që kanë ardhur që po lidhen më së shumti me vitaminën D në fakt, ku shikueset i kanë dërgu, thot përshëndetje për doktorin, jam në moshën 37 vjeçë, cili është niveli normal i vitaminës D për moshën time? Po, për moshën tënde, niveli i vitaminës D është normal si që në për moshat të tjera. Ne kemi në analizat laboratorike që në qoftë se është nën 20, atër është pa mjaftueshmëri, do më thonë do të dikon tek 30 që vitamina D që të jetë normale, 30 deri në 50. Kur është fjala tek vitamina D, do të them që do të kenë kujdes pacientët në marrjen e dozave të tepërta, sepse disa marrin burimet të vitaminës D nga suplemente të ndryshme, edhe pa e shikuar a ka vitaminë D ose jo. Në qoftë se kanë vendosur të marrin vitaminë D, të marrin vetëm nga një burim, jo nga burime të ndryshme. Sepse si mungesa vitaminës D, si teprimi i saj janë situata të rrezikshme. Kështu që duhet të jetë normale. Tani, unë nuk jam kundër suplementeve, le të marrin, sepse njerëzit nga njëherë dhe për shkak të punës tyre nuk po dalin mjaftueshëm në diell, po ta shfrytëzojnë diellin. Më së miri është të 40 minuta të ekspozuar në diell, krahët edhe kofshët janë të mjaftueshme për sintezën për krijimin e vitaminës D, pa pasur nevojë për diçka tjetër. Sepse edhe nëse teprohet pastaj mund të kemi probleme. Po, shkaktohet hipervitaminozë dhe gjendje shumë serioze me to. Një pyetje po ashtu është, thotë, a është më mirë ta marr vitaminën D nga ushqime, dielli apo suplementet? Përpara nuk kemi pasur suplemente, mirë po përpara më shumë kemi pasur punë në natyrë. Po, kështu që më së miri është të kthehemi natyrës, të kthehemi aktivitetit fizik. Mirë po në qoftë se ka mungesë, atëherë do të merret një sasi sintetike vitaminës D të vazhdohet pastaj të merret në mënyrë natyrore. Këto ja them pacientëve të shumë, të plotësojmë rezervat e vitaminës D, pastaj del në natyrë edhe merr vitaminë D. Doktor, edhe më herët e përmendet një kategori të punëtorëve që janë më të rrezikuar në këto raste sa i përket temperaturave të larta. Ku do të kemi vëmendjen te këta dhe kategoritë të tjera të punëtorëve? Ne dëgjojmë edhe raste tragjike të njerëzve që rrëzohen nga ato skelet e ndërtimit. Tragjedi ndodhen gjithkohë, mirë po tek ne masat prevenuese janë më të vogla, kështu që do të kenë kujdes edhe punëdhënësit, po edhe vetë punëtorët që të kenë veshje të lehtë edhe pastaj të marrin gjithmonë me vete një shishe me ujë, edhe kur ndjehen që ka ndonjë problem të ndalojnë, jo të vazhdojnë me aktivitet, të përdorin kremra hidratuese dhe kremra me faktor mbrojtës, të përdorin kapele që të mos ekspozohen direkt në rrezet e diellit. Punëtorët e ndërtimit janë të rrezikuar sidomos. Po ata punëtorët që punojnë në hapësira të ngushta, për shembull ata që punojnë në kuzhina, edhe ata nuk janë të ekspozuar në rrezet e diellit, po janë të ekspozuar në temperatura shumë të larta dhe mund të shkaktohen. Ndoshta aerosja pastaj e ndikon. Ndikon edhe ajo, edhe që ndikon që të ngulfaten, të mos kenë mundësi që të avullohen, që të nxjerrin sasitë e lëngjeve, edhe në këtë mënyrë pastaj dehidrohen. Kështu që problemet vijnë nga dehidrimi, nga humbja e lëngjeve, nga mosmarrja e sasive të mjaftueshme të lëngjeve që pastaj një iri e humb vetdijen edhe rrëzohet. Doktor, edhe në këtë rast flasim pak edhe për aktivitetin fizik, në një anë nuk duhet ndaluar, po besoj edhe kjo duhet jetë në një kohë të caktuar edhe me disa kufizime. Qoftë tek palestra kur flasim, po qoftë edhe tek pjesa kur dalim natyrë, vrap, ecje, ndoshta edhe ushtrime të tjera. Është mirë që të kombinohen që të gjitha, palestra bëhet ambiente të mbyllura, mirë po është e rëndësishme që të bën ushtrimet e veçanta që t'i ofron ajo, mirë po të njëjtën gjë mund të arrish edhe në vende të hapura. Tani në Grëmip janë disa mjete ku mund të bësh ushtrime trupore. Kjo ndihmon shumë që të jemi aktiv, edhe në natyrë kemi pastaj edhe ajrin, kemi edhe diellin. Kështu që nuk ka dallime të moshës të cila e kufizon aktivitetin fizik, që të gjithë do të merremi me aktivitet fizik. Fëmijët me lojra, ne të rriturit me ushtrime,
të moshuarit, edhe ata që kanë probleme kronike, nuk do të ndalin aktivitetin fizik, kurse as shtatë zënat jo. Është keq kuptim në qoftë se mendojnë që shtatë zënat duhet të rrinë në shtëpi edhe të mos merren me aktivitet fizik. Aktiviteti fizik i ndihmon edhe nënës që të qëndrojë shëndetshme, i ndihmon edhe frytit që të zhvillohet, i ndihmon që pastaj të ketë një lindje më të lehtë edhe një fillim të mëmësisë më të shëndetshme. Doktor, faleminderit shumë për kohën, faleminderit edhe shumë për këto këshilla, informata të cilat i këndo me ne dhe me shikuesit e emisionit në mëngjesit. Kënaqësi që ju kemi çdo herë, po ashtu edhe për bashkëpunimin që Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare e ofron me Koha Vizionin. Kënaqësi. Faleminderit juve dhe ju dëshiroj një ditë të mbarë. Gjithashtu faleminderit. Ndërsa ne tani do ta përmbyllim edhe me këtë intervistë emisionin e kësaj dite, tashmë ora po shënon 8:35 minuta. Megjithatë, do të takohemi edhe nesër në tema dhe materiale të tjera, cilat ju këtu të fundit mundeni me gjetë në kanalin e Koha Vizionit në YouTube. Faleminderit Telkos që bën të mundur realizimin e këtij emisioni, dashnin lidhje të parë, e po ashtu edhe Ekofrut që ne na mban të hidratuar këtu, po patjetër edhe me shije të ndryshme mundeni me i gjetë dhe me paketime të cilat mund të jenë të përshtatshme edhe për të marrë me vete. Bashkë takohemi nesër nga ora 7, deri atëherë mirëmbëjtje.